Po përdorus TikToku, sa kemi ne? Kemi në një dhënë? Ne, mbi 1.2 milion. 1.2 milion shqiptar? Po pse jemi kaq shumë ne? Do t'jemi dikute në Facebook janë 1.9 milion shqiptar. 1.9 milion Facebook, 1.2 janë përdorus të TikTokut. Do të thonë Facebooku vazhdon të jetë dominuesi. Është e vështirë the se janë 250 provider. Janë 250 providera, sidomos providera që janë në përrethje do jetë më e vështirë dhe mos harrojmë një gjë tjetër që aplikacione. Do të thonë që TikToku në Tiranës ja mbyllin rrethave mund t'ja lënë, ë? Po, unë dua ta shpjegoj edhe këtë. E para një TikToku bën mbi 30% trafikut të internetit në botë. Në Shqipëri mund të bëjë dhe më shumë se 30%. 30% të trafikut të internetit në botë e bën TikToku? Një të tretën e bëjnë videot e TikTokut. Dhe në Shqipëri... Një të tretën e internetit në botë? Po, videot që qarkullojnë TikTok bëjnë trafikun e internetit. Në Shqipëri mund të jetë edhe më shumë se 30%. Jo, Shqipëri është gjithmonë më egzageruar. Dhe kjo ka edhe një kosto ekonomike nga ana e kompanive të internetit. Do të thënë, kompanitë telefonike do jenë ato që do goditen më shumë në këtë rast. Sepse njerëzit bëjnë oferta, argjojnë gigabajt, teknikisht, është asë është e mundshme? Është vetëm 10% e mundur.